Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Virgjëreshës. Do bëjmë leximin e radhës dhe po fillojmë me një letër kogja të bukur. Një kapitull apo tema e leximit, ta them kështu, një kapitull i rëndësishëm po mbyllet dhe një tjetër po lind, të dashur Virgjëresh. Ka një nevojë të fortë për të lënë pas kufizimit mendore dhe për të pranuar rritjen, mësimin dhe gëzimin që është duke të ardhur. Në letrën e botës tregon një cikël është përmbushur me sukses. Kjo letër flet për arritje, mbyllje të suksesshme të një kapitulli, të dashur Virgjëreshë, dhe një ndjenje përmbushje shpirtërore. Këshilla këtu pranoje që një fazë ka mbaruar. Sikur dhe ju jeni fort për ta përmbyllur këtë akoma. Mos u përpiq të rishkruash atë që tashmë është mësuar apo është provuar dhe nuk ka më gjë aty. Hapi radhës është i ri, jo përsëritja. Faqe e shkopive tregon një shpirt eksplorues, që është gati për aventurë, për një gjë të re, për të mësuar, për të provuar. Është një thirrje për energji të re dhe plot frymëzim. Këshilla në këtë letër thotë: ndiq atë që ndizet brenda teje. Do thotë ndiqni zemrën e juaj, ndiqni intuitën e juaj. Edhe nëse nuk e di se si do përfundoj, nuk ka rëndësi. Është më rëndësi të fillojmë. Kjo është fazë kur eksperimentimi është i vlefshëm, apo është më i vlefshëm se perfeksionizmi. Absolutisht. Dhe pasaj është lexim kogja i bukur, të dashur Virgjëreshë, pasaj vjen në perëndoresha. Frikshmëri, krijimtari, ndjenje bollëkut dhe përkujdesjes, një periudhë ku gjithçka që ushqen po rritet. Do thotë gjithçka që kuron, në atë kuptim po mendoj. Kujdesu për veten, këshilla e kësaj letre, siç kujdesesh për të tjerët, mos harro fuqinë e butësisë tënde. Ti je duke krijuar diçka të bukur. Mos e nënvlerëso asnjëherë. Je duke krijuar, përfunduar diçka dhe duke krijuar diçka shumë të bukur. Aty ku keni qenë mendërisht të bllokuar, ku personi ndihet i ngujuar nga frika, mendimet ose rrethanat, kjo burgosje është dhe ka qenë vetëm iluzioni juaj. Ka ardhur koha të çlironi vetëm, nuk je mbërthyer, nuk je i bllokuar, thjesht po e sheh veten me sy të vjetër. Para se të përmbyllin këtë kapitull, të dashur Virgjëresh, ndrysho kënd vështrimin dhe do të gjesh atë derë të hapur që sa je duke pritur përmendja nuk po të lë. Shikoni, këtu është një miell me rrethuar, me shpata, po që në fakt mund të fluturojë dhe të dalë nga ty. Ja aq afër jeni suksesit apo përfundimit, të dashur. Krye peshkopi, krye prifti, apo sido që ta quajmë, është mësimi shpirtëror, besime, traditë ose një figurë udhëzuese që të ka mësuar, apo situatat, personat, diçka thelbësore. Mos e nënvlerëso, këshilla është, të dashur, fuqinë e asaj që di tashmë, por zgjidh vetëm ato që rezonojnë me ty. Absolutisht, të gjithë kemi përvoja në jetë që nuk do t'i përsërisnim, apo jo? Po janë mësime, dhe kjo është ajo që thot, zgjedh vetëm ato që rezonojnë, që bëjnë për ju, që ju japin, që ju përmbushin. Ti mund të ndjekësh një rrugë të re duke ndërtuar dhe duke e ndëruar urtësinë që ke marrë nga mësimet e vjetra. Pra, letra e 6 është 4 të shkopive, stabilitet, sukses, fest, ndarje gëzimi me të tjerët. Kjo është mrekullia vetë, të dashur Virgjëreshë, një bazë sigurt që është krijuar dhe ka vend për të festuar. Do thotë, po filloj me një përfundim të diçkaje duke e përfunduar me një fitore. Lejoje vetëm të gëzosh. Festat të vogla apo të mëdha janë të rëndësishme, ndonjëherë më shumë se arritjet më të mëdha. Ti ke ndërtuar gjithçka mirë, ke ndërtuar gjithçka drejtë, të dashur Virgjëreshë. Prandaj, shijoje. Por së pari të përmbyllim,
që të mund të ecim përpara dhe pastaj absolutisht të shijojmë gjitha këto, që mos të kthehemi aty ku kemi qenë të bllokuara, mendërisht duke menduar që nuk do ja dalim, nuk e bëj dot, nuk dhe kështu me radhë. Jeni në rrugën e duhur. Forca. Vigjeresh.